Banorët e zonës së Berdicës shprehin shqetësimin e tyre në rritje për mundësinë e përmbytjeve, ndërsa rreshjet e shiut pritet të intensifikohen në ditët në vijim. Ata thonë se situata është bërë gjithnjë më e pasigurt për shkak të mungesës së mirëmbajtjes së kanaleve, të cilat sipas tyre nuk janë pastruar prej vitësh. Banorët kujtojnë se gjatë rreshjeve të fundit zona u përmbyt duke u shkaktuar dëme në banesat e tyre. Bashkijet, administratorët që thonë, ka 35 vjetë që s'ka kush më në thonë, çfarë nkesë shkinim. Nuk dona as punë, nuk dona as mëjmë sociale, unë për veti, flas për veti. Po të pak të në marë me na pasrui kanal, se na myti uji, karajt e shuji, na ka hi uji në përshpije. Po pasrui kanal, nuk ka ne investim madhë me pasrui kanal. Nuk I kanë pasru kanalit. Që me pasrui? 100 metra kanal. 150 metre, maksimumi 200. Po frikë, kene me pas përmytje, ka me na hi ujë në shpi. Po në ka hi në shpi, a vlajt e mi ka hi në shpi, I plam ujë në për shpi. Po shpia ka gjithë shumë e të vajzë. Se kur të hi ujë në shpi, të maran. Përmytjet, kanalet janë problemi kryesor që do të pasru. Kanalet nuk pastrohen një herë në 5 vjetë ose një herë në 3 vjetë. Kanalet pastrohen për çdo vjetë. Për çdo vjetë, kanali do të më pastru, më falë. Një kanal një do të më pastru për çdo vjetë, për me kullu ujë. Qose e kena pas ujë një gjysmë metrët në shtëpi, unë për veti që jam kodër që na kam më të mali, e kam pas 150 centim në shtëpi. Kishin kanë kanalet, paktën kisha pas 20 centim, 25 centim. Kisha pas gjysmë për gjysmë ujë. Të shtina kena frikë, po na masat tona që kena pas mundësi, I kena marrë, kena pastru I kanal që I kena pas të shpija, për shumë kena pastru do me në shaktu, se në ka zonë pompa ujit, a ke parasysh zonët tjera. Për shumë vlajt të mi ka hinë shpi, se ka shpi në ma ullë, se unë ati I ka hinë shpi. E ka pas 3 centim ujë në shpi, kështu. Banorët kërkojnë nga institucionet vendore marrjen e masave të mënjëhershme për pastrimin e kanaleve. Kanalet kena në nënvërdisme me kanal që ullet tonë ujë I malit. A I do të pastru. Shash pastru kërë. Edhe qyrin me I pastru në me pare tonë. Ka kanale sa dosh që do të mu pastru, se s'bën do të mu zanuj fije, pastru e mu thëllu gjitha mu bon, paktën që mu llogarit se sa me përshinji ujë një kanal. Problemi janë kanalet dyqore, që janë kanalet sipër në për rruga, anas rrugave në për katon, sidomos, do të mu pastru. Po edhe kjo pjesat që janë kanali kryesor që është bëjnë rrugës dhe Lipojës, a I do të mu pastru se. Po moshaj nuk përpin ujin. Shteti duhet kushtoj shumë rëndësi, ma shumë rëndësi, po shumë rëndësi. Sipas tyre, mungesa e pastrimit ka bërë që kanalet të bllokohen nga mbeturinat, ferrat dhe depozitime të shumta, duke reduktuar aftësinë e tyre për të larguar ujin. Ata apelojnë që ndërhyrja të nisë sa më shpejt për të shmangur përsëritjen e situatave të përmbytjeve që historikisht kanë prekur zonën.